Në bashkinë e Durrësit, sipas një sër denuncimesh dhe dëshmish të depozituara në institucionet e drejtësisë, është ngritur prej vitesh një skeme sofistikuar korrupsioni që ka në qendër familjen e kryetares Emiliana Sako. Dy figurat kryesore që udhëheqin këtë rrjet janë bashkësorti i saj Landi Shahini dhe vëllai Angelo Sako, të cilët akuzohen se kontrollojnë çdo tender publik, leje ndërtimi dhe vendim të rëndësishëm në qytet. Sipas këtyre burimeve, çdo tender i madh kalon nëpërmjet kësaj dysheje e cila përcakton fituesin në këmbim të rishfeteve që variojnë nga 20 deri në 30% të vlerës. Pagesat kryhen në mënyrë të fshehur përmes kompanive që kontrollohen nga ata, ose nga personat të afërt, përfshirë firma të regjistruara në emër të afërmëve apo dhe të bashkëpunëtorëve të tyre. Një rrjet i tërë kompanish si Mectrin Motors, Wolf Technology apo General Construction Group AL është përdorur për të pastruar këto para. Pavarësisht ekzistencës së përgjimeve, vërzhgimeve dhe dokumentacioneve që përshkruajnë me detaj këtë skem, deri më tani drejtësia nuk ka ndërmarrë asnjë hap konkret. Ndërkohë, në këtë skem përfshihen dhe një sër sekserës dhe klientësh të besuar të tyre, të cilët ndihmojnë në ndarjen e përfitimeve dhe në manipulimin e proceseve publike, nga tendrat e ndërtimit deri te kontratat e mbetjes urbane. Në këtë mënyrë, Bashkia e Durrësit është shtyrë në një instrument privat fitimi për familjarët e kryetares, ndërsa ajo vetë vijon të promovohet publikisht si model suksesi dhe grua lidere në qeverisje. Në realitet, qyteti drejtohet nga një strukturë e mbyllur dhe fuqishme familjare me lidhje të forta politike.